e dini se sa e rëndësishme është mënyra se si ne komunikojmë me njerëzit e tjerë? Shumë njerëz atë fjalë që nxjerrin nga goja nuk e mendojnë fare se si e bojnë tjetrin me undi. Njerëzit nuk e dinë se fjala ose të bën të lumtur ose thjesht të vret, pra e vret tjetrin me fjalët e tua. Para se të flasësh, mendoje mirë në cilën mënyrë po e flet dhe si po e flet, sepse pra komunikimi ka jashtëzakonisht ndikim në emocionet e tjetrit. Shumë njerëz nuk kanë raporte të mira mes veti, pikërisht sepse kanë mungesë të komunikimit, pra nuk dinë se si të komunikojnë me personin përballë. Sa është e rëndësishme që ne të vedisohemi, si të komunikojmë, si të flasim me tjetrin, sepse si që thash, fjala ose të vret, ose të bën të ndihesh mirë. Pra, para se të flisni me të tjerët, mendojeni mirë se çka po flisni, çka po nxjerrni nga goja juve. Askush nuk mundet ty me ta pas zemrën mrenda. Askush nuk mundet me ditë se në të vërtet a je duke e thonë vetëm apo je duke e menduar dhe e ndje në atë mënyrë. Pra, mungesa e komunikimit ti prish raportet me njerëzit, si dhe ti mundesh me kriju karma në këtë mënyrë, nëse nuk vetisohesh.